Ne jemi një popull që 3 herë në vjet ja bjerë Serbia ushtrin të dera, në kufi. Ne jemi një popull që në rastin e një luftet madhe, që po sillen në përbot, po ndodhen në Ballkan, na kemi, ata do të na sulmojnë serbët njeve. Sepse ata duan ta rikthejnë Kosovën dhe ata kanë interes që për me rikthyer Kosovën në kufit e tyre, ku e kanë pas, të mos kenë punë me 6 milion shqiptarë, po me ja 2 milion Kosova. Unë nuk them që këta po punojnë për platformën e Serbisë, se s'kam argumente, unë s'flas pa argumente. Por unë nuk e përjashtoj mundësinë që këta punojnë për platformën anti-shqiptare e Serbisë. Po them nuk e përjashtoj mundësinë, se s'kam fakte që s'janë. Unë nuk flas pa fakte. Mund të thosh një djalë i ri, martohet me një serbe, kur gjyshen e ka të vrarë nga serbët. Ose një vajze, ta na kanë vrarë, kanë 100 herë, që na kanë ndru komin, mas luftës e tek nej, janë 100 herë më kanë bo me një kom tjetër mu këta, se po thënë kriju komi kosovar, kom drejt edhe mi qitë në gjyq, po s'po duhe me hop ko, se zgudzon kush më ndryshu mu komin. Për këtë punë na jemi vra me serbe me tjerë. Mas pari unë juve ju falenderoj që më keni thirrë, mi shpalos mendimet e mia lidhur me ato që kam shkruar në librin S'ka dhe s'mund ketë kom kosovar. Unë jam Gjevat Hasani, i lindur në një fshat të Pojës, mbi Prizrenin. Pastaj kemi jetuar në Kosovë një 50 vitet e fundit, 30 vitet e fundit në Zvicër. Kam kryer fakultetin e mjekësisë në Prishtinë, kam bërë do specializime ja 4 vjet në Zagreb. Kam punuar në fakultetin e mjekësisë në një lëndë që quhet lëndë e fiziologjisë, me student. Kam magjistruar, kam doktoruar. Aty ka vitin 91, më kanë përjashtuar prej punës, se në institutin tonë erdhi një profesoreshe e Beogradit për të zbatuar urdhrat e politikës së Serbisë. Mu më kanë përjashtuar, tani edhe shok tjerë e shoqet e mia i kanë përjashtuar pak më vonë njëri mbas tjetrit. Unë jam marrë me disa aktivitete kryesisht humanitare në Duke, po edhe kanë lënë përshtypjen se, për shembull, ka një aksion Familja ndihmon familjen, i kemi bashku familjet pak më të pasura me ato më të varfrat, ata shkrujtën gazeta serbe, jo, këta po mirën me, ne s'kemi mbledh para se vetja kanë quajtur familja familjes, po me etiketuan, sikur po mbledhen pare për armë, për luftë. Edhe që shtu, në fakt, na e kishim parasysh që në qoftë se ndodh lufta, shqiptarët ta njohin njëri tjetrin, të mundën të shihen ose të maskohen të njëri tjetri ose të bashkëpunojnë. Edhe do tjera aktivitete, u bën bashkë, u mush kupa, fundi futi udhba 2 armë shpinë tonë natën. Një natë ma pari kish fut, një natë tjetër edhe në bastisën, mi marë armet e veta. Kishin qëllimit në burgosin mu, po unë atë natë nuk qëllova, erdha në Prishtinë, nga Prizreni erdha në Prishtinë për t'i majtë ushtrimet me studentë, se një shoqe e kish fëmijën e smur, ajo më shpëtoi. Nuk u gjeta, i morën sheh hakmarrje 2 vllazit e mi, i kanë torturuar shumë. Një vlla kemi pas në luftë, në Burg një tjetër, që ashtu rrokullim që nga viti 81 kemi quar. Tani unë mora vesh, isha në Prishtinë, thirra, thanë, kanë ardhur ata dajet me t'lyp. Ata dajet u kanë sinonim, ka ardhur policia. Unë për fat mirë 2 vjet e fundit se e disha shikon punët, e kom pas një çantë. Aty e rusha një çadër të shkurtë se si zdijej, a mos po binte shi, ka shkojsha në aktivitete. Po dhe pasaportin aty që njefsha që kam afat për tik, sa s'm kanë kap. Edhe që ashtu ndodhi. Ika, ta më lypshin Kosovë, unë ka Beogradi, ty tje në Austri. A me ka se prishin. Shpëtova, po nuk e kam qu kohën kot, që 30 sa vjet janë bo atje. Jam marrë me psikologji, me psikiatri, me lloj sendesh kështu. Edhe jam marrë me Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, e kam përkrahur me të gjitha forcat, me medikamente, me propagandë të fondit e tjera, e tjera. Kështu që i kaluan, edhe tash i kam 73 vjet. Kom desht me pushu, s'kom desht fort më mua ashtu, po që s'po lan këta. Nejmedin Spahiu, ky Halil Matoshi, një fanë Migjen Kelmendi, është edhe një tjetër, mos ja pa që harrua emrin, një Bardhyl Meta. U gëzuam që u shiruam nga Serbia, e nxorëm Kosovën me miqe, me shokë, me miq të mëdhenj ndërkombëtar.
Po s'po na lën me gëzu se këta dolën tash me një ide me nda kombin shqiptar. 2 pjesë, kosovar, shqiptar. Kombi shqiptar është nga kombet e vogla, është i ndarë në 6 pjesë, në 6 shtete. 2 janë shqiptare, po 4 tjera janë të huaja. Ashtu siç ka punu keq historia, na ka nda kështu. Thash, të ndam 6 pjesë, atë ta kapim sharrën ose hanxharin. Dhe t'i bina edhe njëherë për gjysë. Kosovar është shqiptar, çka jetë për këtij kombi. Edhe është shumë interesant se këta që po kërkojnë kombëndarje janë shqiptarë. Nuk ka ndodhur gjatë historisë të dalin shqiptarët për ta pre, për t'ia vu hanxharin kombit shqiptar. Po këta e bën këtë, po e bën çdo ditë. Na ushqiruam dhe këta filluan tani me tjetër me këto, domethënë që 26 vjet pi bjen pi kur këta bën një propagandë vazhdueshme. Nuk i faqsoj vetëm ata. Libri im nuk është vetëm diçka kundër këtyne, po edhe kundër mediave, se m'vjen keq mediat, m'vjen keq, unë i çmoj mediat, po asnjë media në Evropë nuk ka debat për ndarje të kombit. Janë të vetmet mediat e Kosovës që ju kanë dhënë hapësirë. Unë e kuptoj edhe mendimin e lirë, ama kur thuhet ti, në Kosovë është kriju kombi kosovar, ai kombi kosovar nuk është kriju për disa shqiptarëve që jetojnë në Han. Po, do më thonë, ti po thuhet që është kriju këtu në Kosovë, në teren, na nuk e kemi kombin kosovar, do më thonë, po, këta, kjo nuk është më mendimi i lirë, se mendimi i lirë është deri aty ku se lëndojsh tjetrin. Këta me këto thënje, me këto teza, hipoteza, kanë lënduar 7 milion shqiptarë. Unë ju kam kundër përgjigjur atyre, edhe ju kam treguar, qofse marrin vesh, qofse s'dojnë mos marrin vesh. Unë e kam shkruar për popullin, jo për ta. Për ta s'kisha shkruar as edhe një rresht. Po nuk janë edhe pa ndikim negativ për t'i nënçmuar, unë as nuk i mbiqmoj, as nuk i nënvlerësoj. Ata nuk janë pa efekt negativ. Ndoshta stër minimal është. Por e ka efekti negativ. Unë liber kam shkruar s'ka dhe s'do të ketë. Unë kam parashikuar që s'do të ketë. Po në suaza normale s'do të ketë kom kosovar. Po në suazat abnormale, kur një popull ndoshta dhe fillon të mos gjykojë drejt, të mashtrohet. Qofse dalin kopukët, dallkaukët edhe turmat pa tru, po njëherë nuk kemi në as dallkauk, as kopuk, as turma pa tru. E kom shkruar për preventiv, për parandalim. Jo se kam frikë se do të bëhet, se unë e kom shkruar në titull që s'bëhet. Se s'ka parakushte për të bëhet. Nuk ka asnjë argument që flet në dobi të ndarjes. Po ka argumente me mia në dobi të afrimit. Ne mund mos bashkohemi territorialisht, po shpirtërisht, po gjuhësisht bashkohemi, shpirtërisht, politikisht edhe ekonomikisht. Edhe kjo është një bashkim. Atëherë ai kufiri jetë, çka me thonë, vinë letër. Unë nuk shoh rreziqe të mëdha. Unë e kam shkruar këtë për preventiv, se kur të kisha të parashija rreziqe nuk do ta bëja titullin s'ka dhe s'do të ketë. Po thënë 99 dhe 100 është. Që asaj 100-ës do të m'javu veshin. Ko popujt e vegjël se ne, kombet e vogla, do të jenë shumë të kujdesshme. Kush çka po thot, kush çka po synon, se jemi kombi vogël, edhe i ndam 6 pjesë, plus jemi kombi më i rrezikuar i Evropës. Sot, këtë përdorin një fjalor demokratike, sende nuk paraqiten shumë armiq. Serbia paraqitet haptas. Ne jemi një popull që 3 herë në vjet ja bjerë Serbia ushtrin të dera, në kufi. Ne jemi një popull që në rastin e një lufte të madhe, që po sillen nëpër botë, po ndodhen në Ballkan, ata do të na sulmojnë serbët njeve, sepse ata duan ta rikthejnë Kosovën dhe ata kanë interes që për me rikthyer Kosovën në kufit e tyre, ku e kanë pas, të mos kenë punë me 6 milion shqiptarë, po me 2 milion kosovarë, se ma kolla e marrin. Ata janë prapa kësaj kërkese. Ndoshta këta djemt nuk kanë lidhje me ta. Mos po them që këta janë, ta ndoshta po e bëjnë për llogarit veten. Po kjo dihet në dobi të kujt është, kush ka interes, mos ketë punë me 6 milion shqiptar, po me 2 milion kosovar. Dhe kjo është Serbia. Po edhe Greqia ka ligjin e luftës me Shqipërinë. Ajo ma termin vorjo e pirë,
e piri verior që e qunë jugën e Shqipërisë, ata duhet t'i marrin do viset jugore të Shqipërisë, edhe për ta bërë këtë, ata nuk duhet të kenë punë me 6 milion shqiptarë, po me 2 milion e gjysë atë 3 sa kanë vetë në Shqipëri. Dihet qartë kush ka sy me pa, vesh me ndigju edhe mendje me mendue, në dobi të kujt është darja e komit shqiptar në 2 kombe. Dobi të Greqisë edhe të Serbisë. Po edhe në dobi të ma vonë që me ndodh një luftë e madhe, edhe bulgarët do të shikojnë ta marrin gjithë Maqedoninë me pjesën shqiptare. Edhe do të luftojnë kundër nesh. Po janë edhe disa malazes që mbahen serb, edhe pse s'janë. Edhe ata do të na luftojnë neve. Tash shikoje, armik në veri të Kosova, Serbinë, armik në jug, Greqinë, armik ka perëndimi pak a shumë, si me thonë, veri perëndimi, Malezi, dhe nga juglindja ne, Bullgarinë, edhe shovinistët Maqedonë. Gjithse këta të fundit ka gjasa që janë shqiptarë, po ende s'është zbuluar tamam, jemi kombi më i rrezikuar i Evropës. Dhe pikrisht këtë kom më të rrezikuar të Evropës, na kanë dalë 4 bylbylenj, ti quaj kështu, që dojnë me avu sharrën, me ndonë dyshas. Për llogarit kujt? Une dëshiroj që këta mos ta kenë për llogarit hujve, s'paku ta kenë mendim të vetin, ose llogarit vetën. Megjithëse një llogari e shëmtuar është kjo. Është e qëra ditur, fund e krye. Të qohësh një kombin tënd që e ke ndarë me 6 njësi shtetërore, që e ke kombin më të rrezikuar të Evropës. Të qohësh e të kërkosh t'ja ve sharrën, nuk e di si mundën, aq më tepër që janë shqiptarë. Serbia dihet që, domethënë, ndarja e kombit shqiptar në 2 kombe është një doktrinë e shovenizmit serb. Ata kanë provuar një herë këtë. Kombi albanci në Shqipëri dhe kombi shqiftari në Kosovë kanë dështuar. Tash, në platformën e tyre, unë besoj që ata kanë platformë. Tash, platforma e dytë shoveniste e Serbisë është që ta ndajnë kombi shqiptar, kosovar edhe shqiptar. Tash, me këqyrë, unë nuk tham që këta 4 vllaznit tonë, pi quj vllazës, ata ndoshta janë më shqiptarë. Po ata mu mënoj lapi marë për shqiptarë, ata po thënë jemi komi kosovar, kur thonë ata duhet ta ndajnë, atër vetë ndihen ashtu. Po më thëmë pra vëllezër, kam zemrën e gjanë. Unë nuk thëmë që këta po punojnë për platformën e Serbisë, se s'kam argumente, unë s'flas pa argumente. Por unë nuk e përjashtoj mundësin, që këta punojnë për platformën anti-shqiptare e Serbisë. Po thëmë nuk e përjashtoj mundësin, se s'kam fakte që s'janë. Unë nuk flas pa fakte. S'kam fakte që janë, që s'janë edhe që janë. Po, së më rëndësi, a janë as janë. Dëmi është i njëjtë. Po, këta kanë hedhë shumë teza, hipoteza, mendime, të cilat për mu janë të pa baza, për njohurinë teme që kam. E para, këta e keqpërdorin më të shenjtën. Shtetëzimin e Kosovës, ose shtetëberjen e Kosovës. Simas tyne, kur bëhet një shtet e i ri, duhet ta ketë një komb të ri. Edhe në qoftë se ka, duhet me e shpik. Edhe kësaj i thonë komb artificial me kriju. Na ishim komb shqiptar, edhe dolem pi luftës si komb shqiptar i natyrshëm. Ta thënë të bëjmë një komb artificial që ta quajmë kosovar. Sepse me që u bë shteti, duhet edhe me ja përshtat kombin. Me po kur të kombet monoetnike nuk shkon kjo. Na jemi komb monoetnik. Kjo ndodh të kombet e përzira. Për shembull, kombi amerikan është i përzir, gjerman, anglez, hispanik, zezak, 20 milion kinese edhe janë aty. Dhe atje është gjetë një emërues i përbashkët për kretë to etni të mëdha, me gjetë një komb që kanë gjetë me marrëveshje politike, dhe quhet komb politik ose artificial, se nuk i përket asnjënës etnive që veç. Dhe kanë vua emrin e vendit. Po rrethon ai është komb multietnik. Atje etnitë janë tjera, emra kanë, kombi ka një emër tjetër si emërues i përbashkët. Po te kombët monoetnike, që si është kombi shqiptar, këtu etnia dhe kombi paraqesin njëjtën gjë.
Në më thënë prej etnisë shqiptare, që nuk është hibridizue, që nuk është, më fali shpreha hibridizim të zotë përdorët, po që nuk është martue nuk ka martesat përzira, nuk është komi përzir, multietnik. Ne jemi shqiptarë këto dhe nuk kemi pas përzire me etni tjera. Jo që unë e kam dashtë të u bokshtu, po që shtu ka rrjedh historia, dhe më thonë këtu s'ka kom të përzirë për t'ja vu emnin e vendit, kom Kosovar. I zhdesh t'jetojnë, të ishte përzirë, në më thonë që ofse jemi sot 1,5 milion shqiptarë, i zhdesh të ndodhte një përzirje etnike me kombin sërb të zonë, me 700.000 sërb, se jo me 3%. Sot edhe po të martohen të gjithë shqiptarët me ata 3% sërb, edhe të gjithë ata sërbët me 1,5 milion shqiptarë këtu. Muslimanët, shqiptarët musliman nuk janë martuar me serbët ortodoks, nuk janë katolikë. Nuk janë martuar, po as serbët s'kan desh të martohen me shqiptarët, sepse kanë pasur urrëtie ndaj shqiptarëve. Shqiptarët nuk kanë desh të martohen me serbët, edhe për shkaq të fesë, për shkak të shtypjes etnike. Nuk mund të thush një djalë i tri, martohet me një serbe kur gjyshen e ka të vramë nga serbët. Ose një vajze. Unë di një rast, në Prizren, ka ndodhur që një djalë ju ka afruar një vajzës serbe, moti para kohën e viteve 80. Ajo thot, je shumë i mirë, po se kemi grupin e njëjtë të gjakut. Për ndryshe të kisha marrë, isha dashuruar me ty, po se kemi grupin e njëjtë të gjakut. Do më thanë, ti je shqiptar dhe unë smartona me ty. Se ata janë si klasa më e lartë, se më thanë nuk martohem me këtë klasën poshtë. Po e ka thonë se kemi grupin e gjakut. Kështu që shqiptarët nuk kanë përzirje etnike, jo veç me serb, por merret cilin do kom tjetër. Nuk kanë. Edhe si e tillë, ky kom, edhe 7 shtete mi bo, se tash i ka 2, emërtimi i këtyre janë kom shqiptar, se nuk janë të përzirë. Unë nuk jam për të mos u përzirë, edhe le të përzihen nëse dojnë, është e drejta gjithkujt. Po edhe të martohen me këta 3%, 4% sa janë, nuk ndryshon natyra bazë e kombit shqiptar. Ta e arsyetojnë, dhe më thonë, të krahasua kombin shqiptar monoetnik me kombet multietnike. Të kombet multietnike, etnit janë tjera, kombi ka një emër tjetër. Se u desh të kombit krijohet si një emërues i përbashkët i të gjitha etnive. Nëse kemi atë nevojë. Se nuk ka ndodhur ndonjë kryqëzim, ndonjë përzirje etnike. Edhe të bëhet tazam nesër Maqedonia perëndimore shtet. Ata prapë do të jenë kombi shqiptar. Nuk o që si dinë këto sende. Ta i ngatrojnë qëllimisht. Ta e kanë mision. E lutë Zotin që t'jetë misioni i tyre. Mos jetë një mision i të huajve, i asaj Republikës që e kemi në kufi i Serbisë. E hahet dyqysh, i falim dyqysh. Për ndryshe, qofse kampi vetë vetës nuk jetë tjetër, veç fjallën e Krishtit, o Zotë falje se s'janë të ditë që kanë të bo. A unë i lusë si për gjak, ta nalin këtë rrugë të keqë ata, të thirin mendjes. Unë nuk i urrej ata. Unë kam shumë shka kundër ideve të tyne, jo kundër atyne. Unë ju dëshiroj jetë gjatë atyre. Nuk kam kur gjo kundër me ta as si njerëz, as si individ, as si gazetar, as si politikan. Edhe kjo është një ufshame jemja, ky libri. Po s'kam çka e bëj, unë do të shoj edhe ufshama tjera kundër tyre, të rënda ma të rënda. Sepse nuk duroj të dal dikush ditë për diell, të ma shaj kombin, të ma ndaj kombin, të më bëjmë mu Kosovar, pa qenë nuk kom Kosovar, se ata sa herë kanë thonë Kosovë u kriju kombi Kosovar, ata gjevat asonit ja kanë ndrua, sa i kombi Kosovar su kriju pe hanës. Të më thonë une, si mas tyne, ata më kanë prek drejten ma elementare të mundshme. Jo mu, jo vetë mu, po 2 milion shqiptarëve të Kosovës. Kanë në verikos 7 milion, 8 milion shqiptarë. Janë shah nga 7-8 milion shqiptarë, që kam një me vesh. Unë kur si kam shah, se sharja nuk është gjithë. Unë kam bërë këtë liber për shkaqe preventive. Kom desht, jo për shkaqe që kam ndonjë panik që po bëhet të komi Kosovar. Dhe se ka shansën, edhe mos me ekzistuar në hiç kjo nuk kam u bë. Po unë kam desht të sensibilizoj pak, sidomos intelektuale, se një pjesë e vogël ka reagu, pjesa tjetër e madhe, tu e neglizhue, tu e nënshmue, nuk kanë reaguar dhe mendoj që s'kanë bë mirë. Unë fshatin tim kanë thonë, po bëm, çka më pyetën, thonë, po flitet për kom Kosovar.
Thashe, shka po menon ju? Tha, nësë po dim gjatë, se ti e maj shkollu mi këtë fshat, nuk je deklarue, edhe na kemi mbet ndyshas. Ja pinë në qmojsh ta njerës, ja je me ta, se si e deklarue. Thash, unë nuk jam me ta, thash, kini drejt, unë i kom lënë huti, se s'kom folë si intelektual. Po une, pra fola diçka që thash, do të flasë ende. Kjo pjesë e jetës që më kam bet, është lufta ime kundër ideve të këtyne, jo kundër këtyre si qenje fizike, është kam i qujtë. Edhe heshtja intelektualve i ka vu popullin pak në dilemë, se ata thonë, kur profesor Filani, s'banzon, kur ish i burgosur i politik, hesht, veç një pjesë e vogël ka reagu, shumica intelektualve nuk kanë reagu, nuk janë, që 25 vjetë këta flasin për ndarjet kombit shqiptar. Edhe ka plot intelektual, që u zihet për të madhe, që nuk e kanë një herë s'pakut mu prononcue kundër. Me thonë, ti vazhdoni, po unë nuk jam me ju. Popullit duhet të asqarojmë, ne që kemi kryu shkolla pak ma tepër. Unë i di që këta intelektual s'janë me këte. Po puna që nuk duhet deklarohen, duhet thuhet, ju vazhdoni, po nas jemi me ju. Ne kemi një mendim tjetër. Ne kemi mendimin se kombi shqiptar duhet të shkojë drejt bashkimit, se është shumë i rrezikuar, është shumë i ndarë dhe nuk ka nevojë për ndarje tjera. Po ata po heshtin, ndoshta indiferenca, ndoshta neglizhenca, dhe të njëna dhe tjetra ka pak, por nuk o mirë me heshtu. Unë e dua preventiven. Kretë menquria gjatë gjithë evolucionit njerëzor është që njeriu duke u zhvilluar është gjithë një ma shumë parandalusit keqës. Njeriu që është zhvillue, që është civilizue, nuk pret me ndodhe keqja tani me mësue. Po hala pa ndodhe keqja, që ka thënë ai i Drenisës, ai tash e emni s'po mbjerë, do të me pas bjeshkës, se para bjeshkës shohin të gjithë. Qka mas bjeshkës? Edhe unë e kam shkru para të librin që ti ashtu, që të kundërvihen me mjetet lejushme këtyre njerëzve, që këta ta kuptën që janë të vetmuar, edhe këtu në radhë parë duhet të thuan fjallën e vetë intelektualet, akademikët. Unë po ndigjoj gjithë shka, thënë, ka dhe do një akademik që qëndrën mrapa këtyne, unë se di, edhe s'besoj. Po heshtin, kjo heshtja, kur ndodhë dhe shka dhe heshti, shtë më bëdhë sikur edhe tje, si me thonë dush të disa, se dim ka është. Një akademik Kraja ka bo do shkrimi, i ka kundështu. Recep Qosja, po ashtu, po një pjesë e madhe e tyre janë heshtje, a i doli para 2 netër, shtatë hiqet flamurin nga vërrezat, nga, më thonë, preku matë shetër. Kjo akademia jonë nuk thot distancohemi s'pakut prej. Nga dhe ata kanë luftu me atë flamur. Familja e Asharit do të thot fjallin i vetë, po si duket do të heshtin, se kanë heshte dhe. është një amulli, është një indiferentizëm, është një, nuk e di për çka, se di, nështë këta kretë janë regull, unë jam shmenë, nuk e di, nështë duhet edhe me pi atë ujnë e hoxhës. Këta na kanë vra, kanë 100 herë, që na kanë dru komi. Mas luftës e tek nej, janë 100 herë, më kanë bo me një kom tjetër mu këta, se po thënë kriju komi Kosovar. Kom drejt edhe mi qitë në gjyq, po s'po duhe me hopë ko, se zgudzon kush më ndryshu mu kombin. Për këtë punë na jemi vra me serbe me tjerë. Po shqyqyrë Zotit, tash jemi në demokraci, këta po thënë, pe kesh përdorin fjallin e lirë, po fjalla e lirë, kjo nuk o fjallë e lirë, të thush të ndaj, me u kriju kombiko. Me thonë, mendoj se është krijuar, ba dyqysh. Me që u krijuar, atëherë automatikisht 2 milion shqiptarëve në Kosovë, ja ke imponu, ja ke ndrua kombin. E une e kom bën një ofsham vogël, po do të shoj ofshama tjera, të randa ma të randa, me mjetet lejushme, mos më kesh kuptoni. Edhe njëherë po të tam faleminderes.